Fundi i javës sjell gjithmonë një energji të veçantë. Për shumë njerëz është momenti kur mbyllen projekte, përfundojnë marrëveshje, kryhen pagesa të prapambetura dhe hapen mundësi të reja financiare. Në astrologji besohet se lëvizjet e planetëve mund të ndikojnë në mënyrën se si përjetojmë ngjarjet e jetës së përditshme, përfshirë edhe çështjet ekonomike. Kjo nuk do të thotë se paratë bien nga qielli apo se suksesi vjen pa përpjekje. Përkundrazi, astrologjia shihet nga shumë njerëz si një mënyrë për të kuptuar më mirë periudhat kur mund të jetë më lehtë të shfrytëzohen mundësitë. Disa javë janë më të favorshme për dashurinë, të tjera për karrierën, ndërsa ka edhe periudha ku energjia financiare është më e fortë. Sipas leximit astrologjik të kësaj fundjave, 3 shenja dallohen më shumë se të tjera. Ato mund të marrin një pagesë të vonuar, një bonus, një shpërblim, një ofertë pune, një komision ose një mundësi që në të ardhmen do të sjellë fitime edhe më të mëdha. Nëse shenja jote nuk është në këtë listë, nuk do të thotë se nuk do të kesh sukses financiar. Astrologjia flet për prirje dhe mundësi, jo për garanci. Shpesh, mënyra se si reagojmë ndaj mundësive është shumë më e rëndësishme se sa vetë momenti astrologjik. Le të zbulojmë cilat janë 3 shenja që pritet të kenë energjinë më të favorshme financiare në fund të kësaj jave. Vendi i tretë, Demi, 20 prill 20 maj. Demi është një nga shenjat më të lidhura me stabilitetin financiar. I sunduar nga Venusi, kjo shenjë ka prirjen të ndërtojë siguri ekonomike me durim dhe këmbëngulje. Ndryshe nga shenja që marrin vendime impulsive, Demi preferon të ecë hap pas hapi dhe të ndërtojë rezultate afatgjata. Në fund të kësaj jave, energjitë astrologjike tregojnë se shumë persona të lindur në këtë shenjë mund të shohin rezultatet e punës së bërë gjatë javëve ose muajve të fundit. Nuk bëhet fjalë domosdoshmërisht për një fitim të papritur, por për një shpërblim që është fituar me merit. Disa dem mund të marrin një pagesë të vonuar që e prisnin prej kohësh. Të tjerë mund të marrin një bonus në punë ose të mbyllin me sukses një marrëveshje që do t'u sjellë përfitime financiare. Ata që punojnë si freelancer, si përmarrës ose në shitje mund të kenë klient të rinj ose kontrata që do të rrisin të ardhurat gjatë javëve në vazhdim. Megjithatë, astrologjia këshillon Demin të mos shpenzojë menjëherë gjithçka që fiton. Energjia është e favorshme për kursime dhe investime të menduara mirë. Një tjetër element interesant është se një person i afërt mund të luajë rol të rëndësishëm në këtë zhvillim financiar. Mund të jetë një mik, koleg ose familjar që sjell një informacion të vlefshëm ose rekomandon një mundësi të re. Fundjava është gjithashtu e favorshme për të rishikuar objektivat financiare. Nëse Demi ka menduar të nisë një projekt personal, kjo periudhë mund të jetë pikërisht momenti për të hedhur hapat e parë. Mesazhi për Demin është i qartë. Vazhdo të punosh me të njëjtin ritëm, sepse rezultatet po afrohen. Vendi i dytë, Virgjëresha, 23 gusht 22 shtator. Në vendin e dytë renditet Virgjëresha, një shenjë që rallëherë mbështetet e fati. Ajo preferon planifikimin, organizimin dhe punën e vazhdueshme. Pikërisht për këtë arsye, fundi i kësaj jave mund të jetë momenti kur shumë Virgjëresha do të shohin frytet e përpjekjeve të tyre. Planetët tregojnë se energjia financiare është në rritje. Nëse gjatë javëve të fundit ke punuar me përkushtim, ke ndjekur një projekt ose ke pritur një përgjigje të rëndësishme, ditët në vijim mund të sjellin lajme pozitive. Për disa, kjo mund të jetë një pagesë që është vonuar për arsye administrative. Për të tjerë, mund të jetë një bonus, një komision ose një shpërblim për performancën në punë. Edhe nëse shuma nuk është shumë e madhe, ajo mund të jetë pikërisht ndihma që nevojitet për të realizuar një plan të rëndësishëm. Virgjëreshat që kanë kërkuar punë mund të marrin një telefonat ose email që ndryshon rrjedhën e javës. Një intervistë, një ofertë ose një bashkëpunim i ri mund të hapë derën drejt të ardhurave më të qëndrueshme. Ata që kanë biznesin e tyre mund të shohin një rritje të klientëve ose një kontratë të re. Mund të jetë gjithashtu momenti ideal për të prezantuar një produkt ose shërbim të ri, pasi energjia favorizon marrëveshje dhe komunikimin. Megjithatë, astrologjia këshillon Virgjëreshën të mos e lërë perfeksionizmin t'i pengojë vendimet. Shpesh kjo shenjë analizon aq shumë sa humbet mundësi të mira. Këtë fundjavë, intuita dhe logjika duhet të ecin së bashku. Një mundësi financiare mund të vijë nga një person që nuk e ke takuar prej kohësh. Një mesazh i papritur, një telefonat ose një rekomandim mund të rezultojë shumë më i vlefshëm se sa duket në fillim. Nëse planifikon të bësh një investim, lexo me kujdes çdo detaj. Energjia është pozitive, por vendimet e informuara do të japin rezultatet më të mira. Në aspektin personal, kjo periudhë mund të sjellë edhe një ndjenjë më të madhe sigurie.
Kur financat stabilizohen, edhe stresi fillon të ulet, duke të lejuar të përqendrohesh te objektivat afatgjata. Mesazhi për Virgjëreshën është i thjeshtë. Mos e nënvlerëso punën që ke bërë deri tani. Shpërblimi mund të jetë më afër se sa mendon. Shenja që humbi me pak diferencë listën. Edhe pse nuk është në treshën kryesore, britsjapi është shumë pranë. Kjo shenjë mund të ketë një mundësi interesante financiare, por rezultatet e plota pritet të shfaqen gjatë javës së ardhshme. Ndërkohë, luani mund të marrë një ide ose një frymëzim që më vonë do të kthehet në të ardhura. Nuk është domosdoshmërisht momenti i fitimit, por është fillimi i diçkaje me potencial të madh. Nëse je akrep, mos u dekurajo. Kjo fundjavë është më shumë për planifikim sesa për fitime të menjëhershme. Vendimet që merr tani mund të ndikojnë pozitivisht në muajt në vazhdim. Për shenjat e tjera, mesazhi është i njëjtë. Mos e mat suksesin vetëm me paratë që merr sot. Shpesh, mundësitë më të mëdha fillojnë me një hap të vogël ose me një takim që në fillim duket i zakonshëm. Në pjesën e fundit do të zbulojmë se cila është shenja që renditet në vendin e parë dhe pse astrologët besojnë se është ajo me potencialin më të madh për të marrë para në fund të kësaj jave. Vendi i parë, britsjapi, 22 dhjetor 19 janar. Në vendin e parë të kësaj fundjave renditet britsjapi. Kjo është shenja që astrologët e lidhin më shpesh me disiplinën, ambicien dhe suksesin e ndërtuar me durim. Ndryshe nga shenjat që mbështeten te fati, britsjapi është ai që krijon mundësitë e veta. Energjia astrologjike e fundit të kësaj jave favorizon veçanërisht çështjet financiare. Nëse je britsjap, ka shumë mundësi që të marrësh një lajm të mirë që lidhet me paratë, punën ose një marrëveshje të rëndësishme. Për disa, kjo mund të jetë një pagesë e shumëpritur që më në fund bëri në llogari. Për të tjerë, mund të jetë një bonus, një komision ose një rritje page. Nëse ke biznesin tënd, fundjava mund të sjellë një klient të madh ose një bashkëpunim që do të ndikojë pozitivisht në të ardhurat e muajve në vazhdim. Një pjesë e britsjapëve mund të marrin edhe një ofertë pune që në pamje të parë nuk duket shumë e rëndësishme, por që me kalimin e kohës mund të shndërrohet në një mundësi të jashtëzakonshme. Astrologjia tregon gjithashtu se intuita financiare do të jetë më e fortë se zakonisht. Nëse ke menduar të nisësh një projekt, të investosh në aftësitë e tua ose të pranosh një sfidë të re profesionale, kjo është një periudhë shumë e favorshme për të bërë hapat e parë. Megjithatë, ekziston edhe një paralajmërim. Kur energjia financiare është e lartë, rritet edhe tundimi për të shpenzuar më shumë. Britsjapi duhet të ruajë ekuilibrin. Kursimi dhe planifikimi do të jenë po aq të rëndësishëm sa edhe fitimi. Një person me autoritet, një drejtues, mentor ose partner biznesi, mund të luajë një rol kyç në këtë zhvillim. Prandaj, dëgjo me kujdes këshillat dhe mos refuzo bashkëpunimet vetëm sepse duken sfiduese. Nëse ke kaluar muaj të vështirë financiarisht, kjo fundjavë mund të jetë pika e kthesës. Jo domosdoshmërisht sepse do të bëhesh i pasur brenda natës, por sepse do të fillosh të shohësh një drejtim më të qartë dhe më të qëndrueshëm. Çfarë duhet të bëjnë këto tre shenja? Pavarësisht se Demi, Virgjëresha dhe Britsjapi kanë energjinë më të favorshme financiare në fund të kësaj jave, suksesi nuk vjen vetëm nga ndikimet astrologjike. Veprimet konkrete mbeten vendimtare. Disa këshilla që mund të jenë të dobishme. Kontrolloni me kujdes çdo pagesë ose transfer që prisni. Mos refuzoni mundësitë për bashkëpunim pa analizuar. Shmangni shpenzimet impulsive vetëm sepse keni marrë disa të ardhura shtesë. Investoni në aftësitë ose projekte që mund t'ju sjellin fitime afatgjata. Qëndroni të hapur ndaj ideve dhe kontakteve të reja. Energjia e fundit të kësaj jave favorizon veçanërisht tre shenja: Demin, Virgjëreshën dhe mbi të gjitha Britsjapi. Nëse je pjesë e kësaj tresheje, mund të jetë momenti ideal për të përfituar nga çdo mundësi që të shfaqet. Një telefonat, një email, një takim apo edhe një ide e vogël mund të jetë fillimi i një përmirësimi financiar. Nëse shenja jote nuk ishte në listë, mos e shiko këtë si një lajm negativ. Astrologjia nuk përcakton me siguri të ardhmen, por ofron një këndvështrim mbi periudha që mund të jenë më të favorshme për secilin. Çdo javë sjell energji të reja dhe mundësi të ndryshme. Po ti, cila është shenja jote? Mendon se kjo fundjavë do të sjellë një surprizë financiare?